Fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për një baba, kanë nevojë për një burr që sillet si baba. Shpesh, në debatet rreth familjes dhe zhvillimit të shëndetshëm të fëmijëve, dëgjojmë të thuhet, fëmijët kanë nevojë për babajnë e tyre. Në pamje të parë, kjo frazë tingëllon si një e vërtetë dhe padiskutueshme. Por nëse guxojmë të thellohemi më tej, të analizojmë përvojat reale të mira fëmijëve që janë rritur mes konflikteve, braktisjeve emocionale apo dhunës së heshtur të shpërfilljes, kuptojmë se nuk është prania fizike e një burri që e bën atë baba. Ajo që fëmijët kanë vërtet nevojë është një figurë atësie të shëndetshme, një burr të qëndrueshëm, të pranishëm emocionalisht dhe që jep shembullin e dashurisë përmes veprave, jo vetëm përmes fjalëve. Një baba nuk është thjesht ai që ka kontribuar në lindjen biologjike të një fëmije. Një baba është ai që zgjidhet çdo ditë të jetë aty, me zemër, me mendje, me praninë e tij të ndjeshme e të ndërgjegjshme. Një burr që fshihet pas justifikimeve për mungesën emocionale, që largohet kur ndjen peshën e përgjegjësisë, që kthehet vetëm kur i leverdis, nuk është baba. Ai është thjesht një figurë që kontribuon në një cikël të dhimbshëm shpërbërjeje emocionale për një fëmijë që nuk kupton pse njeriu që duhet ta dojë më shumë, është i pranishëm vetëm me trup, por kurrë me shpirt. Fëmijët nuk rriten me fjalë. Ata rriten me shembull. Ata mësojnë dashurinë duke parë se si trajtohet nëna e tyre. Ata mësojnë si të komunikojnë duke parë si flasin prindërit mes tyre. Ata mësojnë çfarë është ndjeshmëria, përgjegjësia dhe ndërtimi i marrëdhënieve përmes përvojës që kanë në shtëpi. Nëse babai është dikush që gënjen, tradhton, bërtet, manipulon ose e trajton nënën e fëmijës me përçmim, atëherë ai fëmijë mëson se dashuria është dhimbje, se lidhjet janë luftë, se burrëria lidhet me dominimin dhe jo me kujdesin. Prania e një burri të tillë në shtëpi nuk është vlerë. Është dëm. Është rënje e pasigurive të ardhshme, e plagëve që do mbesin për vite, ndonjëherë për gjithë jetën. Kur fëmijët shohin një baba që sillet si një portë rrotulluese, herë hyn, herë del, pa paralajmërim, pa përgjegjësi, ata mësojnë se njerëzit më të rëndësishëm në jetën tënde mund të lënë. Se dashuria nuk garanton siguri. Se fjala baba është një fjalë bosh. Në një shoqëri ku shpesh vlerësohet më shumë paraqitja se sa përmbajtja, është urgjente të theksohet se figura atësore nuk matet me të ardhurat që sjell në shtëpi, por me mënyrën si ai ndërton klimën emocionale brenda saj. Një baba i vërtet është ai që kërkon falje kur gabon. Që dëgjon pa paragjykim. Që di të qaj dhe të tregojë ndjeshmëri pa u ndjerë i dobët. Që mëson fëmijën se forca e një burri qëndron në butësinë e tij, në qetësinë që sjell, jo në fjalët që ngjallin frikë. Dhe po, ndoshta është e dhimbshme të thuash këtë, por është më mirë për një fëmijë të rritet në një familje ku mungon një figurë mashkullore, sesa të rritet në prani të një burri që përfaqëson gjithçka që dashuria nuk duhet të jetë. Është më e shëndetshme të shohësh nënën tënde që ndërton një jetë pa kaos, pa dhunë, pa zhgënjime të vazhdueshme, sesa të përjetosh përdit një model dashurie të shtrembëruar që do ta ndjek atë fëmijë në çdo lidhje që do ndërtojë në të ardhmen. Prandaj, le të mos e banalizojmë më frazën fëmijët kanë nevojë për baban e tyre. E vërteta është kjo, fëmijët kanë nevojë për një baba që sillet si burr, i pranishëm, i dashur, i drejtë, i përgjegjshëm dhe shembull i shëndetshëm i asaj që do të thotë të duash dhe të jesh njeri. Dhe nëse një burr nuk është i gatshëm ta bëjë këtë, le ta di se ikja e tij nuk është gjithmonë humbje, ndonjëherë është fillimi i një jete më të qetë për një nënë dhe një fëmijë që e meritojnë më shumë.